24 prill ngriuni për vendin tuaj. Përplasja midis presidentit Trump dhe nuk e di se cili ose cilët përfaqësojnë Iranin, duket se ka hyrë të një dilemë. Por në fakt, në qoftë se shikon, Irani nuk ka fituar as luftë, s'ka fituar gjë, nuk ka përse Irani të vendosë kushte. Betejën e kanë fituar Amerikanët. Dëmi është $200 trilion, është shkatruar tërësisht aviacioni i Iranit, marinat tetare ushtarake, radarët mbrojtjes kundërerore dhe të paktën janë përgjysmuar shtretrit, raketat, dronët. Me blokadën e vendosur nga zoti Trump, Irani humbet çdo ditë 420 milion deri në $430 milion. Natyrisht që nuk mund të deklarohet fitore ose humbje kur Irani kërkon të mbijetojë. Amerikanët fituan ndaj Gjermanisë naziste, Gjermania mbijetoi. Amerikanët fituan ndaj Japonisë, Japonia mbijetoi. Kështu që edhe Irani do të mbijetojë. Por është mposhtur në këtë betejë të madhe dhe në shifrat ekonomike nuk mund të rezistojmë shumë. Trump po dikton. Natyrisht që në anën strategjike Trump ishte i papërgatitur, nga ana taktike betejët janë fituar në mënyrë brillante nga ushtria amerikane. Amerikanët kanë shkatruar thuajse çdo bazë ushtarake, çdo rajon policie, të gardës kombëtare, ndërtesë, por ende Irani nuk pranon që ka humbur. Sepse një qeveri diktatoriale, teokratësh, do të vazhdonte të bënte betejën e fundit mbijetesë. Çfarë do të mund të ndodhë? Ka 3 opsione. Opsioni i parë është që të moderuarit të kontrollojnë Iranin dhe të firmosin pa kushte kërkesat e presidentit Trump. Pra, të mos drejtojnë mullahët, të mos drejtojnë garda kombëtare, por të drejtojnë këta që po negociojnë. Por kjo mund mos ndodhë. Mundet që të drejtojnë më radikal. Mund të ketë dhe një ndërmjetme ku Irani të kërkojë që të vazhdoj pasurimin e uraniumit, edhe pse mund të ketë moderator, të kërkojë dëmshpërblim me $11 trilion nga fondet e ngrira për gjatë shumë kohëve, dhe ta zgjas luftën për të zgjedhjeve të mes mandatit. Irani e kupton që aleat ka të majtën amerikane, të cilët nuk duan që Trump të ketë sukses në këtë luftë. Trump e ndjen këtë peshë madhe të politikës brendshme. Ambasadori Bolton do më thoshte që Trump ka frikë që marrëveshja që ai do të firmos do të jetë më e keqe se marrëveshja e bërë nga Obama. Obama pagoi vetëm $1.7 miliard nga fondet e ngrira dhe intereset. Sot Irani kërkon të paktën $20 miliard që të ndaloj pasurimin e uraniumit për tesh përqindjeve që mund përdorë një armë bërthamore. Në qoftë se blokada vazhdon dhe për një muaj ekonomia e Iranit merr fund. Por Irani me ato varkrat e vogla ka bërë akte piraterie duke marrë kontrollin e tankersve të naftës. Atëherë Trump është i detyruar që të godasë. Ai Carl Island, ku është infrastruktura kryesore nga ku kryet transportimi i naftës Iranit, nuk ka nevojë që të bombardohet e të shkartrohet, por aviacioni amerikan që ka supermatësi ajrore mund të shkatrojë portet ku ankorohen tankersit që bëjnë këtë eksportim të naftës. Atëherë Irani nuk do të ishte në gjendje. Në qoftë se ti sulmon
një anije me ato varka dhe vogla, unë do të shkatroj një urë. Tit for tat, quhet në anglisht. Por titi i Iranit është i vogël dhe tati amerikan do të jetë. Në qoftë se ti vazhdon ditën tjetër, unë do të shkatroj një central të prodhim të energjisë. Në qoftë se ti vazhdon, Trump mund godas të shkatroj një stacion ku bëhet shkripërzimi për unë e pishë. Pra, forca, kartat janë dorë të Trumpit. Problemi i Trumpit është mënyra se si flet. Dhe si që kam thënë, këtë radhë ka një kabinet shumë dobët në krahasim me Trump 1, ku ishte Pompeo, Mattis, Bolton. Tani ka zgjedhur të ketë sklever, yes man. Ka filluar shkarkimet, po deri tani po shkarkon vetëm femrat. Ai që është një drejt peshore largimi është Kashyap Patel, i kapur nga media, Pianec, nuk dihet ku është, po dëmton një organizatë shumë të madhe. Borzilok Gabbard do të mbas vendin e punës, është kreu inteligjencës amerikane, por Trump as nuk e kanë Tureza kur merr vendimet më dhanë, Situation Room, sepse ajo e kundërshtoi në një hearing, duke thënë që Irani nuk është afër përgatitjes së një arme bërthamore. Rotacionet, largimet, ajo që krijoi një shihet keqe është largimi i sekretarit Marinës Ushtarake. Fillon donator miliarder ortak me Trump, përplasje me Hegseth, i cili ndihet i pasigurt në vendin e tij të punës, dhe Trump e ka larguar. Apo humbet Trump intuitën brillante politike gjatë fushatave dhe po bie poshtë në pollë duke rrezikuar të ardhmen e Partisë Republikane? Ka gjasa që po. Tek MAGA, 90% vazhdon të jetë me zotin Trump. Por kanë filluar të ketë një hemoragji të votuesve afrikan-amerikan, të rinjve meksikan, të cilët hispanik, të cilët erdhën me Trump u larguan nga demokratët. Kjo është forca e demokracisë amerikane që luan drejt peshimet. Por Trump ka gjasa që ta mbaj senatin, të mbaj kongresin, në qoftë se do të ketë dikë që të kontrollojë Twitteret e tij palogjik. Amerikës dhe botës i nevojitet Partia Republikane në pushtet të paktën dhe për 2 mandate të tjera, për të shkatruar wokizmin e Sorosit, transgender, DEI dhe luftën e madhe ndaj traditave amerikane, nacionalizmit amerikan. Dhe kjo do të pasqyrohet edhe në Europë dhe kudo. Trump është i natshim ata që tallën, nuk i fal ata që shkuan tek takimi marksist në Spanjë, një vend armik ndaj Trump, ku shkëlqeu dhe bufoni Surrelit, këmputhësi i hemafroditit Soros, Rama. Tek qëndrimi i vendeve të NATO-s, Trump ka një listë. Do të mbështes Polonin, Romanin edhe Gjermanin, që e mbështetën i ashpër ndaj vendeve të tjera të NATO-s. Ka drejt. Nuk ka nevojë që të dalë nga aleanca, mjafton që të heqë trupat. Ishte krijuar një pështjellim me qasjen e trupave amerikane në Kosovë, por fakti që Trump i është përgjigjur në një letër Osmanit, natyrisht jo të shkruar për ti, por nga stafi, tregon që ne jemi në vëmendjen e Donit. Të paktën për shqiptarët në Kosovë. Rama, siç thashë në fillim, duhet ndihet në panik mbas vizitës në Washington të kreut SPAK. Në qoftë se nuk kanë marrë dosjen më parë, ky ka qenë rasti që dosjet masive të tij të vinë në Tiranë. Natyrisht që shembulli që erdhi nga Hungaria duhet të ngrej optimizmin për të gjithë. Unë mbetëm asaj që Shqipëria ka nevojë për republikë të re, kushtetutë të re, sistem të ri zgjedhor. Proporcional, i hapur, kombëtar. Pa lista.
natyrisht që duket se ka filluar një krisje dhe pesha e 3 lindave e ka kthyer ato që njëra nga lindët e quhen Palloshi në një figurë jo vetëm butaforike të friksuar, por duke rendur të vjedh sa më shumë çastet e fundit. I ka kaluar gjitha masat, gjitha përmasat, s'pak ka kohë që jeton, nuk është fakt i ri, duhet ta thras. Ka një precedent, mund ta pezulloj, sepse ligji është i çuditshëm siçet imuniteti me votë. Edhe ky ligj duhet ndryshuar. Mund të filloj me opozitën që thotë ne vullnetarisht heqim dorë nga imuniteti ynë, bëheni edhe ju. Kështu fillon. Do të flas për një figurë të sportit, i cili ka ndëruar jetë Jean Bonati, miku im, fisnik, i cili ka qenë nga volejbollistët e artë të Shqipërisë, por për arsye biografie, u manjanua nga një karrierë e suksesshme. Mbaj mend që tek demonstrata e heshtjes ku arrestuan shumë njerëz, pikërisht nga grupi i shokëve miqve të mi që kalonin ulur një kohë të madhe tek aty që quhej bordura e Stalinit, është arrestuar dhe Bonati. As nuk diskutohet qëndrimi stoik. O prehun paqe Bonati i madh. Figurë e shquare volejbollit Dinamos dhe volejbollit shqiptar, dëshmi asaj kohë diktaturës, kur për biografi me qindra, me mira talente, jo janë detyruar të ulin kokën dhe mos vazhdojnë të kenë sukses, por dhe janë internuar, edhe janë burgosur, ndaj tyre veç se respekt për Jean Bonatin. Lam të mirë miku im. Kudo në Shqipëri.